Bashkia e Shkodër është bërë përfituese e 2 projekteve të Bashkimit Evropian, duke rikthyer pas shumë vitesh mungesë investimet e huaja në territorin e saj. Fondet e programimit IPA përfshin projektin Reuseful dhe Territori, të cilat janë miratuar edhe nga anëtarët e Këshillit Bashkiak në mbledhjen e fundit. Drejtori i përgjithshëm i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Bashkinë Shkodër, Bekim Mema, në një prononcim për mediat, tha se fitimi i këtyre 2 projekteve është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bashkisë dhe rezultati punës së vazhdueshme të stafit teknik. Sipas tij, këtë iniciativë jo vetëm që sigurojnë fonde të reja për investime, por forcojnë besueshmërinë e Bashkisë Shkodër tek partnerët ndërkombëtar dhe institucionet europiane. Bashkia e Shkodrës tashmë është përfituese e këtyre 2 fondeve në një vlerë, njëri në vlerën 290.000 euro dhe tjetri në vlerën 113.000 euro. Janë 2 projekte shumë të rëndësishme dhe shumë inovative për çështjet që Bashkia e Shkodrës ka, së pari ndaj menaxhimit të mjeteve publike edhe së dyti ndaj menaxhimit të situatave të emergjencave civile. Projekti i parë fituar, i titulluar Reuseful, ka të bëjë me ndërtimin e një qendre magazinimi të atyre mbetjeve të cilat nuk janë për të dërguar në landfill, por të cilat mund të ripërdoren edhe mund të rivendosen në shërbim të qytetarëve apo shtresave në nevojë përmes riciklimit dhe ripërdorimit të tyre. Ndërsa projekti i dytë Territori është një projekt që ka të bëjë me vendosjen e sistemeve të informacionit të duhura dhe blerjen e droneve në mënyrë që të bëhet monitorimi dhe kontrolli i situatave përgjatë periudhave të emergjencës. Janë të 2 projekte me një partneritet shumë të mirë si nga ana e Malit të Zi, po ashtu edhe nga institucione dhe institute kërkimore të zonës së Italisë, dhe ne shpresojmë se do të menaxhohen në mënyrën më të mirë duke marrë eksperiencën e duhur, duke shkëmbyer njohuri dhe duke zbatuar projekte që tashmë na fusin në atë rrjetën e partneriteteve me Bashkimin Evropian, duke marrë edhe fonde që janë shumë të rëndësishme për menaxhimin e shërbimeve tona publike. Projekti Reuseful synon të programojë reduktimin e mbetjeve dhe praktikën e ripërdorimit përmes ngritjes së qendrave të posaçme, ku mobiljet, pajisjet elektronike dhe veshjet të përdorura do të mblidhen, riparohen dhe rishpërndahen. Këta qendra do të ndihmojnë në uljen e fluksit të mbetjeve, reduktimin e kosteve të menaxhimit dhe mbështetjen e shtresave më të ardhura të ulta, duke krijuar një model të ri social e mjedisor për qytetin. Ndërsa projekti Territori ka për qëllim forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e fatkeqësive në rajonin e Adriatikut Jugor, Itali, Shqipëri dhe Malizi, përmes përdorimit të teknologjisë së dronëve, UAS dhe inteligjencës artificiale AI. Ky sistem inovativ do të mundsojë monitorimin në kohë reale të terreneve të vështira, analizën e rrezikeve mjedisore si dhe mbështetjen e operacioneve të kërkim-shpëtimit në situata emergjente. Përmes këtyre 2 projekteve, Bashkia e Shkodër rikonfirmon angazhimin e saj në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm, përmirësimit të shërbimit dhe forcim të partneriteteve ndërkombëtare.